Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Për hajru koft kjo fejes Muhamedit që po bëhet vjerri, edhe dhëndrin e zirit që po na bëhet një musliman I ri me familje tre. Për hajru koft edhe kretve miqet e shamir, se kret na gëzohem për vllau për vllau. Nuk bartin domethënë hased ose xhelozi. Muhamedi thash si kaluat, tha mirë kaluam, tha shumë na bën sa I ginë zapluzë. Thash po të dashurohen tash pse I kem nis të zapluzës, se das jam I thash shumë të mirë. Unë vetë jam I zapluzës, se di tha sa janë të mirë. Po tash mos I ke bën miq, po të duhem. Tash Neziri mund të më na thonë edhe dajallar neve, I ndron dajet, se krijuën e ka zapluzës. Vllazërit e mi nuk dashta më ju vanu as me zot shumë. Po shqyr Zotit që po bëhet një fejes e martes e këtij llojit. Se me ju thonë drejtën, ju një dëshmitar ketë u bëm hor me këto martesat aktuale. Ka mbi 10-12 vjetë une që s'kam vu një qapë në rizim kuj. Pse kretë në për Facebook e kretë në për kësifar mjetet telefonike, celulare, martesa. Ato nuk jenë martesa, ato jenë faqe zileqe, po s'kemi që ka me bon, sepse edhe prindet ja u kanë shue e vlatëve derën qes, edhe e vlatë prindet nuk pëjmë dhe gjajtë. Po e marim një kulturë, se shumica e popullatës tonë po e lakmon kulturën evropiane, din? Ajo kultura evropiane nuk ka martes, po ajo është po bashkëjetoj. Ajo bashkëjetesa, Zoti na rujt, nuk është martesë dhe është haram. Kjo martesë që është tash me dëshmitar, me pëlqimin e dy palve, me pëlqimin e prindve, kjo është martesë tamam. Nërë në moment ju më ardhë vajzën dikush me të grabite me shku me asidhnohësha, e me të lyp me pëlqim, pajtohësh. Edhe e duash mikun dhe dhëndrin. A me të marrë të ua, ashtu dhe ashtu se ki jenë shpi. Po ma të parën herë, pse pa le, mërë në moment, ha? Edhe maca marrë me marrë një sen të shpia jote pa le dhe kun iken. Mja qitë mac, me pëlqim tonin, ringat e je e halë. Kafshë, ha? Prandaj, shërben e fen e juj dhe traditën e juj, shërben e ju, në këtë formë. As djalin më se marto pa pëlqim, as vajzen më se jep pa pëlqim. Kemi rritet, kemi rujt, tash më na ik, ose të kemi rritet, kemi rujt, sonte martesa nesër, mi thonë Neziri babës vetë, babë më vëdë mu da. Nezir, ku di me shkru të një cita është? Se që atë natë frinë vesh. Mësë vani kështu, po edukatën, qytetrimin lypne prej fjales Allahut Gjelle Gjelalu, respektoni prindet e juj, nderoni gratë e juja, edukoni e vlatë e juj. Kove të fundit, po shërbehemi të gjithë me TikTok, me Facebook, me YouTube, të gjithë jami dëshmitar në këtë lojë. Po I këshyrim mbrëmjet e maturave. Mbrëmjet e maturës kretë kosovarëve, kretë qyteteve të Kosovës po bëhen në faqe zillekin më të madh. Për dini veti, se ka kur gjallë 8-19 vjeç ata të rit, I kanë krytë mesmet, krah për krah. Shkak I jetën ngatë, I gru se ka, motër se ka. Mi thonë, po ti që I ke shpulluat gjitha gjymtyret e trupit dhe I vajza ime, shka ki e këtë që e kesh një dorën? E kesh kry pëstanin deri në bel, e kesh qitë gjyksin cëllak, apo reklamosh, apo shesish, gjymtyr po shesish, apo reklamosh. E baba dhe nëna, pe shikojnë e vladin edhe po knaqet. Dje, kom pas misafir prej Korçës, Shqipërisë. Në bisede sipër,
qëto muhabete gjithë mund tjetë. Pse? Se këtë jetë që shpo e zhvillojmë ne nuk muna zgjatë shumë. O bon jetë me probleme dhe shumë divorcime. Shumë kacafytje familjare. Për asaj po kalojnë të një që është mazi. E po më tregon e Korçari. Tha më erdhi një vlla, tha po jep, po thot, apo më jep qatë makinën, tha ta qej vajzën në restorant. Makinën pja lyp, tha se s'ka makinë, pe qonë vajzën në restorant, në mbrëmjet Matulës. Tash aja dha, se u mendova që e ka dhënë, din, u bona gati për me sulmu, me kritiku fjala. Po jo, për ku jo jap shkejt e fort. Makina jeme me e bartë një femër në cullakt për me e quët e kasapt, ajo në kasapane atje, pse? Vetë punëtor të arsimit ju thojnë qatë ditë kur ti qenë vajzat poshtë, sot boni qka doni se Zoti nuk i shkruar sot harrar, edhe sonte më pala shihni as shihni e kini natën lëmë të mirës, edhe sonte e jeni fraj. Më falni për shpreja, si djali si vajza me të artë ty në kësham. Si djali si vajza me të artë ty, nash vajza, nash djali të dytë, në mesnat të dytë, e kanë kryo aktin seksual atje në përqysh e ka në krina. Asa turp për ymetin tonë, edhe për familjen tonë, edhe për nderin tonë dhe karakterin tonë familjar. Isha për shikoj mramjet e maturës në Kumanov, kretat mbulume, për shkojnë femnat veç, mashkujt veç, restorant të ndalë. Për shikojnë Preshev identik, për shikojnë Novi Pazarin qështu. Po i shikoj Kosovën, me Mitrovic, me Prizren, me Peje Gjakovë Gjilan, faqeezes.com. Në një të djemë, faqeezes.com, pa vi, hiq pa vija. Ja Rabi. Me kemi karakteri jonë islam, në fenë tonë është një plan program, që ka 8 pika. Plan program që ka 8 pika, Muhammed. E para pik, të adhurohet krijuesi sinqerisht. Të adhurojmë Allahun sinqerisht. Jo për faqe zillek e për faqe sy e faqe. Allahu adhurohet. Me merit adhurohet, është një edhe u kry puna, nuk diskutojmë atë një. Numër 2, respektimi i prindëve. Pik. Mas adhurimit Allahut, respektimi i prindëve? Numër 3, ndërimi i gruas dhe gruaja ndërimi i burrit. Se si të prishet familja hëngër drejtë jetën. Shtëpi është e, familja është shtëpi. Si të prishet shtëpia, të një shivi pinaltit të poshtë, në kallëzoti ku shkësh, në katë para, në pëdrum bijësh. Shumë është keq kjo. Numër 3, kjo e familjes. Numër 4, edukimi fëmijëve. Numër 5, mbrojtja vatanit. Numër 6, mbrojtja fesë. Numër 7, mbrojtja moralit. Më thonë një shtëpi pa moral. Wallahi, unë e gjatë punës teme një mahallë që kom punua 36 vjetë një mahallë. Ka ardhëm ka thonë një vlla një mahallë para 6-7 viteve, në bisejtë e si për kështu, hoqë shka të bëj, tha më kallëzva. Ha? Më ka lindë vajza në shtëpi edhe se kom ditë hitë që o bo e faqe e zesë. S'po kallëzoj tash ati që ka i këmë thonë, ama dhe që kjo marë. Nash të burit, kurse e kundër ta dhe që kam ka ndodhë. Një musliman premarton djalin 17 vjeç e për më thirë mu ndarësa. Tha 17 vjeç premartoj, ke tha po. Jo bona qështu ka, a na ke thonë, tha ti, qështu më ka bo, a na ke thonë, tha ti. Si nderi i vajzës, si nderi i djalit, tha jo njëjtë, thash po kam thonë edhe prapë e mbajat fjalë që kam thonë. E tha këm dashtë dhe martua 17 vjeç, djali është, vetë dije, mës më arë deri të ma keqja për mëma. Kështu mbrohet, mas taj në fund mbrohet edhe ekonomia. Këto janë 8 pika, pa të cilat nuk jetohet. Allahun ma dhëru, babën onë me respektu, gruën me nderu, e vladin me eduku, vatanin me erujt, fenë me mbrojt, me siguru, moralin. Mbi gjitha është njeri
Marrë në shtëpi njeriu me gjetë pa moralsi në shtëpi vetë Allahi na rujt. Allah ju pështoft juve dhe familjet e juja, edhe vlat e juja dhe të mitë dhe të juve dhe të kretve. Edhe e teta, dinari mësë mu hargjohen haram. Leku. Leku të një thamë, të gjithë ku është klasë punëtore, kësh punoni, ju t'jem të rrisë, punoni. Punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet ju. Shumë letë është kjo jetë. Ja bëshet që shemi bona që tash nuk përduam me punua, nuk përduam me kursye me reduktua, nuk përduam hiq, për shka përduam, jo vesh përduam me dal jashtë dhe punua. O, si asi këtushëm, asi atjeshëm, asi këtushëm, asi atjeshëm. Kanë thonë, hanë e donë, kresë tonë, ai që jo punëtor, e nëzjerë parën prej gurit. Ata që kanë dikë me folë. Edhe unë po ju thëmë, o vllaznit e mi, me qëto fjalë të fundit tash që do t'ju thamë, po ju kërkoj krah. Çfarë krahu po ju kërkoj? Po jo marrë një shembull, pejgamberi çush i ka lyp krah shokëve të vet, ashabëve ju ka lyp ndim. Po kthehet pejgamberi prej një qytetit ku shkini kënë, Taif, afër Mekkës, 80 kilometra në jug të Mekkës është, po kthehet ka qenë 8-9 ditë, ka bën thirrje atje predikim, e kanë prit keq. Populli Taifit e kanë pas prit keq. Kur kthye kënena ul me një vend i lodhur, i raskapitur, i gjakosur prej ftyrës, prej kamve, prej durve, sepse kanë gjujt me gure, kanë gjujt me ofendime të ndryshme, edhe unalë në një vnesht, ndale ullë. Për mundin që jap i Arabi, ka thonë, se kam dertë veç ti mës t'jesh i hidhruar për i meje. Se njeri ju, këtë ndënja vuën e për vdes. As kanë vujt halkit dhe për burge kanë vdek në për burge. Jeta o një jetë, 70 vjetë, 80 vjetë, 100 vjetë, kuj kemi në babalarët tonë? Ama i Arabi. Veç hidhrimi i të mës tjetë ndaj meje. Une pse gjakosëm e lodhëm, s'ka kërgjat dertë keqe. Edhe po e bën që dua që juve po ju kallëzoj. A ka burra prej juve që më përkrahin mua për ta predikuar fjalën e Zotit gjithkund? Çka on kjo? Ti e predikojsh të familja dhe të farefisit, ti të familja të farefisit, ti të familja, si cili të rrethi i vetë. Po kush është manalt, drejtorit e punëtorët, drejtorit e organizatës, ministrit e ministrat, kryetarit e kështu me radhë. Sepse as një popull, ma në mend formulën e shtetit, unë që ka kam studiuar gjatë kohës time në Arabie, shtetit me 3 persona mahat, pa këta smahat. Me diturinë e dietarëve mahat shteti. Me drejtësinë e gjykatës mahat shteti dhe me pasurinë e zënxhinave mahat shteti. Me çdo të rrihet. Qerat gjon zvyt. Në mend që do të rrihet çka. Ani ju bien mend dikura me çka mahat shteti. Kështu feja jonë mëson. Nuk mahat me të vjedh, me trem, me faqe të zezë. Ja përshesh ka bën që 35 ditë, që 40 ditë të vllazit tonë në Shqipëri. A pi burnis po bëhet kjo, a pi pa burnis të bëhet. Po s'kata, do me ta pru. Jahudin mrenda në botë ta ka pru. Edhe këtu ka me ta pru. Kena mu bo Izraelin, jo këtu për muslimani. Ja, ka mu shkull Izraeli atje, këma është ka marrë që tu. Se këtu ka gjetë but. Edhe na pi thona vllazën i kemi. Në rëmant Jahudin që me pas vllazë. Zot ju forcoft, që të fjalë pejgamberi që ja u ka lyp sahabëve, ta thonë theksin edhe arabçe, edhe pse ju se kuptoni, men regjulun minkum ju vini, a ka burra prej juve që më përkrahen? Për shka ja Resul Allah? Për ta predikuar fjalën e Allahut. Të kush? Të kush? Po taj që i bjerë ati për hise. Ku për hise? Edhe të baba edhe të nona të bjerë për hise. Qysh? Nëse nuk falin namazin, thush, baba, që falin namazin?
Nana, që fale namazit. Mandej mo të shtresat tjera, po se po, vlajit, motrës, nipit, mesës, këshis, akrabat, të namazit. Po jo vetëm të namazit, të agjerimi, po jo vetëm të agjerimi, zënxhinit I shkohet të zeqati, fukarasi shkohet parjat e gjepi. Predikim, do më thanë, për hapjen e plan programit ligjit Allahut I cili është shpallur në Kur'anin famlar. Ja Rabbi, a ka bura kush me ndihmon këtë drejtim, nga se Kurejshën populli Mekës, më ndaluan, për qatë sebeb pejgamberi u detyruar me shku në Medinë, sepse Kurejsh në fillim e kanë ndaluar. Andaj edhe unë o vllazërit e mi po ju tham. Feja jonë nuk është e ndreqme prej neve ulemave, ashtë nuk është e ndreqme prej vetë Resulullahit, nuk është e ndreqme. Është shpallja e Kur'anit si gjithë librat tjera, Teurati, Zeburi, Injili që është shpallë para Kur'anit, është shpallje prej Allahut, të cilën Allahu ja ka besua Gjibrilit, një apru Resulullahit, Muhammed a.s. E ajo më u predikua brez pas brezi, e na me pranua me dëshirë dhe vullnet tonin. Jo si kur që po na kritikojnë për TikTok, ka me dhunë një mbo shqiptarë të një, po me dhunë, po basha mund musliman, që shjati. Me cilën dhunë? Mu pas konës më të lidë me dhunë, në këshin qitë fare, më të ketë me zdej, në këshin qitë po. Ka në ardhë në shpetu për I qafinit slabë. Allah I forcoftë dhe ata dhe neve. Prandaj këtë drejtim, çka ju thash në fund, na ndihmoni. Unë ka një herë ju tham, kur jam në xhamatin tem, se juve ju kemi vllazën normal, po këtu nuk jam unë para xhamatit unë ku kam punuar, ndihmonani fizikisht. Po marrohet, po ndërtohet, po organizohet diçka kret aty. Fizikisht pësajte. Na ndihmoni moralisht. Kret bëheni burrat mirë, shpërndarë edhe për hapën e moralin në popullatën tonë. Na ndihmoni materialisht. Po ka nevojë që të mu marru një shkollë, një spital, një urë, një xhami, një çeshme, kreta një materialisht. Që kjo është na ndihmoni. E lutim Allahun xhalleshanu na bëj neve popull shembulltyr për të tjerët. Allahu xhalleshanu dhe këtë familje që ka bërë këtë shpenzim në këtë vend e bën familje shembulltyr për të tjerët. Allahu xhalleshanu jo vetëm Nezirin, por edhe vlat tjerë që ka këtu, djem dhe vajza që keni, Allahu ja udhëzoft në rrugë të drejtë. Allahu ja urujt moralin shtëpiat e juja. Allahu na urujt kretë dhe moralin pasunin. Allahu xhalleshanu na fal gabimet të gjithëve. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله جل شانه يشكر بلفت سنان دجوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته